Në vijim të vlerësimit, ftesë në 5 mund të konsiderohet si një shembull i mirë i mënyrës se si një emision televiziv arrin të komunikojë temat e jetës së përditshme me gazetarinë e butë, soft journalism, për në banalitet apo sensacionalizëm. Përmes qasjes së saj profesionale dhe empatike, Bjeta Sullo ka ndërtuar një identitet të qëndrueshëm si moderatore, me stil të kuruar të qetë dhe bashkëkor, që di të komunikojë me çdo kategori publiku. Një aspekt tjetër që meriton vëmendje është përzierja të ftuarve. Emisioni sjell larmi figurash nga artist, gazetar, mjek, psikolog, personazhe publik deri tek qytetar të zakonshëm me histori frymëzuese. Kjo shumëllojshmëri e bën programin më të afërt me realitetin shqiptar dhe pasqyron një tablo të gjerë të jetës në vend. Përveç intervistave, rubrikave, tematikave të emisionet janë gjithashtu një vlerë e shtuar, ato sjellin informacione praktike, përjetesën, kujdesën personal, modën, marrëdhëniet familjare dhe psikologjinë, duke ofruar jo vetëm argëtim, por edhe njohuri që ndikojnë pozitivisht në përditshmërinë e shikuesve. Nga ana etike, ftesë në 5 respekton standardet e komunikimit televiziv duke shmangur fjalorin banal, debatet e panevojshme apo tonet konfliktuale që shpesh karakterizojnë programet të tjera. Kjo qasje matur e bën emisionin të përshtatshëm për ndjekjen familjare dhe i jep një vlerë kulturore edukative më të lartë. Në përmbyllje, ftesë në 5 është më shumë si një emision pasditeje, është një hapësirë televizive e kulturës së dialogut, ku fjala, mirësjellja dhe komunikimi me respekt mbeten në qendër. Fal profesionalizmit të moderatorit dhe përkushtimit të stafit të Top Channel, programi vazhdon të mbetet një nga më të suksesshmit në ekranën shqiptare, duke dëshmuar se cilësia dhe përmbajtja e mençur janë gjithmonë vlerësuara nga publiku.